الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, hamdi, falënderimi, lutjet, adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Jalal. Është Allahu ai i cili ka kriju gjithësinë. Është Allahu ai i cili ka kriju njeriu. Është Allahu ai i cili kur ka dashur na ka kriju, siç ka dashur na ka formu, riskun dhe xhelin na ka caktuar, me shumë të mira na ka begatu, por më e mira të gjitha të mirave që Allahu neve na ka dhuru është ajo që në Islam na ka udhëzuar. Prandaj themi Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Hamd i bëjmë, shqyqiri i bëjmë, falenderojmë Allahun i cili na ka udhëzuar në këtë rrugë të mbarë, në këtë din të vetëm të pranuar, se të mos ishte mëshira e tij, ne nuk do ta kishim këtë mirësi. Andaj vëllezër të dashur, pasi që të gjithë e dini se ligjëratat e Ramazanit fillojnë me vlerën mbi muajin e Ramazanit. Dhe muaji Ramazanit është ai në të cilin Allahu Dhul Jalal e ka zbritur Kur'anin. Andaj themi juve, familjeve dhe mbarë muslimanëve, ki muaj i bekuar për hajër qoftë. Vëllezër të dashur, muaji Ramazanit nuk është vetëm si traditë, vjen Ramazani, agjërojmë, falim taravia dhe shkojmë. Po duhet të ndalemi thellësisht dhe nga thellësia e shpirtit ta kuptojmë çfarë madhështie është kjo dhuntia e Allahut Dhul Jalal. Muaji Ramazanit është dhuratë e madhe për këtë ummet. Edhe ummetet tjera përpara e kanë patur këtë muaj të shenjtë. Nga se jo vetëm Kur'ani ka zbrit në këtë muaj. Allahu Dhul Jalal këtë muaj e ka zgjedhur që në këtë muaj t'i zbrit librat e shenjtë. Suhufet e Ibrahimit a.s. kanë zbrit me 1 Ramazan. Teurati ka zbrit me 6 të muajt Ramazan. Injili ka zbritur me 13 të muajt Ramazan. Kurse Zeburi me 18 ditë të muajt Ramazan, e Kurani Kerimi me 27 ditë të këtij muaji të bekuar. Nga kjo kuptojmë se të gjithë librat e shenjtë të numëruar janë të zbritur në këtë muaj. Andaj ky muaj është i veçantë te Allahu Dhul Jalal. E ka ngritur këtë. E ka ngritur pra me zbritjen e librave të shenjtë, sidomos me Kurani Kerim. Dhe është i vetmi muaj i cili në Kur'an përmendet me emër. Na kemi 12 muaj. Prej 12-ve vetëm Ramazani përmendet në Kur'an me emrin Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra Allahu Dhul Jalal thot muaji Ramazanit është ai në të cilin është zbritur Kur'ani Kerimi. Dhe për hir të zbritjes së Kur'anit, ky muaj e ka marrë këtë begati dhe këtë bereqet. Për hir të zbritjes së librave të shenjtë, sidomos të Kur'anit, Gjibrili është ngritur meleku më i lartë i mbar melekëve, që sa melek ekzistojnë vetëm një Zot e di.
Ne kemi përmend shumë herë. Vetëm Bejtul Ma'murin që e bëjnë tavaf, si që bëjmë ne Kaben, 70.000 melek e bëjnë tavafin një herë, e kryjnë tavafin rreth Bejtul Ma'murit, si që kryjmë ne tavafin rreth Kabes. 70.000 melek e kryjnë një herë, dhe mo kur su vjen rendi të hinë në tavaf për s'dyti. Çfarë numër është ki? Gjigant. Por në mesin e të gjithë melekve që përmenden, dhe ata që si dim, më i merituari, më i lavdruari, më i bekuari, më i afërti, më i dashuri te Allahu dhul Xhelal, kush është? Gjibrili. Nga e mur këtë mirësi, nga ajo që ai ka bartur fjalët e Allahu dhul Xhelal deri tek pejgamberët. Prandaj është ngritur Gjibrili për hir të zbritjes së Kur'anit. Është ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi të gjithë pejgamberët dhe vula e tyre për shkak se atij i ka zbritur Kur'ani. Pra muaji i Ramazanit është i lavdruar, i bekuar për hir të zbritjes së Kur'anit Kerimit, i cili ka zbritur, ka filluar në këtë muaj në natën e 27 të muajit të bekuar, të cilën e dim se është nata e Kadrit. Pse nata e Kadrit është më e vlefshme? Allahu dhul Xhelal, o vëllezër të dashur, ka dallu nga çdo send disa prej tyre. Për shembull, nga melekët i ka dallua 14 Hameletul Arsh, ata që bartin arshin e kështu me radhë, po nga të gjithë ato ka dallu Gjibrili. Allahu dhul Xhelal nga mbar njerëzit, sa miliarda kanë kalu dhe do të kalojnë, të zgjedhurit e tyre janë pejgamberë. Të zgjedhurit e njerëzive janë pejgamberë. Të zgjedhurit e pejgamberëve në mesin e 124.000 pejgamberë, ka zgjedh 5 prej tyre quhen ulul azmi. Nuhi a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isa dhe kush i fundit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e këtyre 5-ve që janë më të zgjedhur, e ka zgjedh një, e ai është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vendet Allahu dhul Xhelal i ka dallu një prej qerave. Disa vendi i ka dallu. Vendi më i bekuar është Qabja. Pastaj vin xhamia e pejgamberit, pastaj vin Mesjidul Aksaja, pastaj vin çdo vend që ka xhami, ai vend është i bekuar dhe më i ngritur dhe më i merituar për mirësi tek Allahu dhul Xhelal. E prej kohëve, normal që prej kohëve ditën edhe natën. Koha e ditës dhe koha e natës. Prej ditëve ka veçuar ditën e Arafatit, numër 1. S'ka dysh, numër 1 ditë Arafatit. Prej netëve Lejletul Kadr. Pra ditë Arafatit dhe Lejletul Kadr janë më të zgjedhura gjatë vitit. Pastaj ne kemi edhe gjatë javës, kemi natën e xumës, ditën e xumës, kështu me radhë. Pra kur don Allahu dhul Xhelal dikon të ngrit edhe jep vlerë. Pra muaji Ramazanit është aq i vlefshëm saqë Allahu dhul Xhelal e ka përmend në Kur'an me emrin e tij Ramadan. Dhe kur vjen Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Ju tha sahabëve, është afruar tek ju, domethënë tek ne është afruar shahrun adhim, një muaj i madh. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen djajt, shejtanët. Për ata të cilët din ta presin dhe ta jetojnë këtë muaj. Pra, ardhja e këtij muaji është për neve një begati dhe nuk duhet harruar. Sa e sa vëllezër dhe motra prej Ramazanit kaluar që kanë qenë në sofrën e iftarit dhe të sifirit si mjet mungojnë. Ata që e kanë mrinj këtë muaj pra janë të privilegjuar nga Allahu dhul Xhelal që u ka dhënë
rastin, mirësinë që të arrin këtë muaj dhe të thush elhamdulillah o Zot që më rrinë këtë muaj, se sa e sa kanë kaluar, sa e sa nuk janë në sofrën e iftarit dhe të cifirit. Disa prej tyre kanë kalu në botën tjetër, Allahu i mëshiroft. Të gjithëve varrin ja bëv bafshë xheneti. Kjo është obligimi që ne të lutemi për ata. Disa prej tyre mungojnë nga se janë të sëmur, as cifir, as iftar, as agjerim, janë privu nga kjo mirësi, nga smundja që kanë. Allahu i shëroft inshallah. Disa të tjerë o vëllezër të dashur, as nuk i kanë ndrujet, as nuk janë të sëmur, po ja që nuk meren as me sifir, as me iftar, as me Ramazan. Kush janë ato? Ne themi janë ata të cilve ju ka ikë vallani dhe kanë rënë hendek. Allahu ju dhëzoft inshallah. Ramazani ka marrë një hoftë që të mos agjërohet nga një numër i madh i muslimanëve, edhe në mesin tonë. Të parët tonë kanë qenë më të kujdesshëm, sidomos gjatë Ramazanit. Me shumë qefe kanë pritë Ramazanin. Pa ato nënat tona, të gjyshet tona, të stërgjyshet tona, me sa qef, me sa vullnet kanë pregadit iftarin, sifirin, janë knaqë, me lodhje, të raskapitur, me punë, por e kanë dash shumë agjerim, e kanë dash shumë muajin e Ramazanit. Madje që atje nënën tonë tregojshin plesht, njoni duke korë para mendo, vëllezër, sot as korret, as fshinhet, as subhanallah, ato kanë korë, edhe para mendosh sa punë e rëndësh të korrish, në temperaturë korret, kur është fllatë, jo, në korrik korret, kur është mos nxehtë, edhe kanë korë, edhe kanë agjëru, edhe njoni t'i ka ratë fikt, e ka humb vetë dije, edhe kanë ngajt ato, kanë marrë ujë, kanë qit ujë, dhe kur ka ardhur në vete i trishtuar, a dini çka ka thonë? Mos ma keni prish Ramazanin. Subhanallah. E ka humb vetë dijen, ama mendjen e ka patur kur e ka pasur e kanë lag me ujë, ka thonë mos ma keni prish Ramazanin. Çfarë akidi është? Çfarë bindje është kjo? Pra, nuk është dituria mjaft për të qenë i devotshëm. Dituria është shkas. Po në shumë raste, dituria do njerëz i kanë nxjerr prej koloseku, duke menduar se ato kanë arrit një shkallë dhe tem në vetë është kjo. Pra du të them se të parët tonë shumë i kanë bo hizmet, shumë i kanë bo sejgi, respekt muaj të Ramazanit dhe agjerim. Andaj, vëllezër të dashur, mjafton që në muaj të Ramazanit ka zbrit Kur'ani, hudel lin nas, wa bejinat min el huda wal furqan. Pse ka zbrit Allahu dhul Jalal Kur'anin? Dhe ne festojmë, ne diçka festojmë me agjerim e me këto ibadete, festojmë atë që Allahu na e ka dhuru Kur'anin. Dhe ki muaj quhet edhe Shahrul Kur'an. Shahrul Kur'an për dy arsye, për dy aspekte. Se në të ka fillu zbritja e Kur'anit dhe se në këtë muaj më së shumti që lexohet Kur'ani. Elhamdulillah. Së paku ata që din të lexojnë Kur'an, së paku një herë ta bëjnë hatme. Një herë, kjo është minimumi. E tjerë të bëjnë edhe më shumë. Do më thonë Shahrul Kur'an, se ka zbrit Kur'ani në këtë muaj dhe me të madhe lexohet Kur'ani. Allahu dhul Jalal këtë muaj e ka dalluar me agjerim, e ka dalluar me teravi namaz, e ka dalluar me sadakatul fitr dhe me i'tikaf. Këto janë që bahen në këtë muaj dhe kështu që ki muaj zbukurohet dhe heshohet dhe ja shef hajrin, shef dobi ai i cili e respekton këtë muaj të bekuar. Pra ne kënaqemi, gëzohemi, elhamdulillah, që kemi mri këtë muaj, që janë dyert e hapura të xhenetit, të mbyllur ato të xhehenemit, dhe një punë e mirë që bëhet në muajin e Ramazanit shumë fishohet me shpërblim nga muajt të tjerë, dallon. Andaj njëri prej ulemave ka thonë, po ta din vlerën musliman, t'ja din vlerën këtij muaji, jo vetëm me gojë,
po shpirtënisht dhe me gjithë zemër do të thoshin, o Zot, ta kishe bo gjithë vitin në Ramazan. Nga e mira që përfiton njeriu. Disa ulema kanë thonë, po t'ju bëhet pyetje atyre që kanë ndru jetë, atyre që janë në varreza, po t'ju bëhet pyetje, po të ktheheni përsëri në dynjë, çka kishi bë? Do të thonë të kishim agjëru Ramazan. Do të kishim agjëru. Një variant tjetër po t'ju thohet, po të ngriheni përsëri nga varri, do të ktheheni përsëri në dynjë, që s'ka mundësi, po sikur t'ishte. Çka do të bënin? Vetëm të kthej një herë t'i fali 2 rekat namaz. T'i fali 2 rekat namaz. Askush nuk thot të kthej ta kompletoj shtëpinë se e lash për gjys. Ai qetri ta martoj djalin, e qetri ta blej dy. Jo, këto punë, këto përfundojnë. Me daljen e shpirtit nga trupi këto sporte mbarojnë. E po ti pyesësh ata që kanë kaluar në botën tjetër, çfarë dëshire ke? Nëse kthehesh edhe një herë në dynjë, do të thonë t'i fali 2 rekat namaz dhe të agjëroj Ramazan. Këtë e thojnë ata që është mbyll dera e mundësisë mo, është bo absurd mo, ato ta kenë këtë mirësi, por sa e din dhe sa e jetojnë dhe sa e shijojnë ata që e përjetojnë këtë muaj madhështor, elhamdulillah. Andaj Allahu Dhul Jalal e ka zbrit Kur'anin madhështor, i cili është kushtetut, është ligj. Nuk është Kur'ani vetëm me lexu që tha me bon hatme dhe u kry. Jo, Kur'ani është së pari ajo kryesorja dhe qëllimi final i Allahu Dhul Jalal për zbritjen e Kur'anit, cili është të lexohet të vorrezat, ja. Të lexohet hatme me pare, të bën, jo. Po të falemi, po, është të falemi, po synimi dhe qëllimi kryesor është li yukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nur li yundhira man kana hayyan. Shif, për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë, këtë qëllim ka pas Allahu Dhul Jalal me këtë Kur'an, dhe li yundhira man kana hayyan, që tërheq vërejtjen atyre që janë të gjallë. Që do në thotë, Kur'ani ka zbrit për të gjallë, dhe ka zbrit për ta jetu, për ta praktiku, jo vetëm për ta lexu. Kur e kam pyet Aishën radiallahu anha ato të rinj që kishin ardhur mrapa, që se kishin arrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ndëgjoshin fjalë madhështore që nuk largohi emri pejgamberit ka gojat e sahabëve, pak e për shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë mbaj mend si student kur isha, unë njonit i foli, ai ishte student, po ishte student i tjetër drejtim, edhe unë i thom pejgamberi alayhis salam, pejgamberi zër ju bon tepër, ju duk shumë, e di, tha, pas qashtu thot edhe Lenini. Mbajnë me, ka qenë një qafir atëherat, që i ka mbashtru. Mandej unë foli pejgamberi, ai thot, edhe Marksi qashtu ka thonë. Subhanallah, pra njeri me çka jeton, që ato e lavdron dhe që ato e adhuron. Por sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë nxjerrë prej goje pejgamberi. Çdo punë që kanë bë, e ka bë pejgamberi. Çdo fjalë që e kanë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe disa të ri që veç ishin mahnit me fjalët e tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe shkojnë te Hazreti Aisha. O nona e muslimanëve, a ban me na përshkruajt pak moralin e pejgamberit, sjelljen e pejgamberit, etikën e pejgamberit. Me na përshkruajt pak, o vëllezër, me pas qenë unë, hoxhallarët, ato qerët, kishim thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i urtë, ka qenë human, ka adhuru, ka fal namaz natën, ju kanoj kamët, po të gjitha këto janë. Edhe sot dush thuj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë ka ndet unët për qerët me ushqeje kështu me radhë, por Hazreti Aisha, si non e muslimanve, ka thonë, kana khuluquhu al-Quran. Me një fjalë. Pak ka folë, shumë ka thonë. E ka përfshin moralin, sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një fjalë të shkurtër. Kana khuluquhu al-Quran. Morali, etika, sjellja e pejgamberit, akhlaku i tij ka qenë Kur'ani. Çfarë do të thotë Kur'ani?
Çka thot Kurani baje, ai e ka bë. Çka thot Kurani le, ai e ka lënë. Çka e preferon Kurani, ai e ka zbatu. Kana khuluquhu al-Quran, morali ti ka qenë Kurani, madje kana Quranan hayyan yamshi bayna an-nas. Ka qenë Kurani gjallë, pejgamberi që ka hecë në për njerëz. Kurani gjallë, dhe çka thot Kurani, sikur Kurani të jetë njeri edhe të hecë në për njerëz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kurani gjallë i cili ka jetuar në mesin e njerëzve. Pra ky është qëllimi i Kur'anit dhe prandaj Allahu dhul Xhelal e ka zbritur këtë Kur'an madhështor për neve, ta posedojmë ne dhe të na nxjerr nga errësira në dritë. Të gjitha urdhrat e Kur'anit ti zbatojmë. Sa i zbatojmë dhe sa i kemi zbatuar. Cili është urdhri i parë i Kur'anit? Të gjithë e dinë muslimanë. Madje bile kur ishim në komunizëm atëherë, disa intelektual, ta ashtu quajtur, jo si tash kemi intelektual fetar, elhamdulillah, kemi arsimtar fetare, kemi krejt problem, kemi mjek fetare, kemi politikaj fetar, kemi elhamdulillah fetar. Po atëherë ka qenë komunizëm. Atëherë s'ka qenë kështu. Andaj, e përmendëshin me të madhe fjallën, ato e kishin qëllimin se neve na kalon feja mrapa. Ashtu me të madhe thoshin, po feja be na kalon mrapa. Subhanallah. Jo feja neves na kalon mrapa, ne kemi lon mrapa feja. E cilin e kishin ata dutin, atë kryesorën, a thot be Zotin Kur'an ikra. Po është e vërtet se fjala e parë Allahu dhul Xhelal në Kur'an që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam natën e Kadrit në shpellën Hira, ikra. Ama jo me kaq. Ja jo vazhdo. Ikra bismi rabbik. Ikra bismi rabbik. Lexo në emrin të Zotit tënd. Lexim po edhe besim, edhe përmendjet Allahut me bismillah. Ato e kishin vetëm ikra, lexo. E ato disa lexuan, por Allahun e harru. E disa tjerë Allahun e adhurun, po nuk lexu. Edhe kështu që u bën dy grupe. Të lexuar pa besim, besimtar pa lexim. Asnjëna nuk është tamam. Pra ikra bismi rabbik. Kjo është qëllimi i Kur'anit, o vëllezër të dashur. Andaj njeri që lexon, edhe Allahun din të adhuron, edhe prindin din të respekton, edhe tjetrin që me radhë pse ai e lexon Kur'anin. Dhe ti marrish ajetet kuranore të cilat flasin, të cilat thrasin, ja ejuhalladhina amenu, o ju që keni besu. Edhe kur ta lexosh Kur'anin, edhe kur ta ndëgjosh, ja ejuhalladhina amenu, o ju besim drejt, o ju besimtar, edhe pason mandej urdhëri ose ndalesa. E muslimani çka bën? Ja ejuhalladhina amenu, lebejk Allahumme. Lebejk Allahumme do të thot urdhëro o Zot. Por ne këtë kemi bo vetëm kur e veshim ihramin në umre ose në haxh, lebejk Allahumme. Jo. Çdo ajet kuranor që ta lexojmë ku Allahu dhul Xhelal na fton, ja ejuhalladhina amenu, te duhet thosh lebejk Allahumme. Urdhno Zot. Nëse më urdhëron, do ta zbatoj. Sami'na wa ata'na. Kjo është lebejk, kjo është lebejk urdhrozo. Sami'na wa ata'na. Jo sikur jahudit. Shif, sami'na, ne themi sami'na, edhe ato kanë thonë sami'na, por ne themi wa ata'na, dhe ta respektojmë, të zbatojmë urdhrin. Ato kanë sami'na wa asajna. E ndëgjum po se bëjmë. E ndëgjum po se bëjmë. Subhanallah. E ndëgjum po kundërshtojmë. Subhanallah. Edhe disa musliman ndëgjojnë, por nuk respektojnë Kur'anin, nuk e zbatojnë. Mos flasim për ata të cilët e luftojnë, por kanë dështu. Të gjithë në ballë për ballë me Kur'anin, të gjithë e kanë humbur luftën. Kushdo që ka desh ta fiton, ta lufton Islamin, luftën e ka të humbur prej start, prej fillim. Shife dikush ka fillu ta lufton Islamin, dije sa i humbës është. Është humbës, dhe shumë herë kemi thonë, shumë njerëz kanë hi ta lexojnë Kur'anin me qëllim të keq. Çfarë qëllimi?
ta lexoj të gjejden i behane dhe kun, gjejden i gabim, edhe tani thëm që ju, kujt i besoni, edhe e ka marrë dhe me seriositet, edhe e ka lexu Kur'anin, kur e ka përfundu, çka ka bo? E ka pranu Islam. Ka hi ta lexon që ta kundërshton, por në fund s'ka gjetë, astagfirullah, po si mund të mendohet të gjendet gabim në fjalën e Allahut dhul xhelal. Allahut do t'i gjej gabim, hasha ve kella, astagfirullah. Por ato që kanë lexuar me tjetër qëllim kanë arrit në tjetër përfundim. Pra është Kur'ani madhështor që Allahu dhul xhelal ju ka dhuru ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por për fat të keq ndonjëherë na detyron, na obligon situata të themi, po ki Kur'an, o Zot, ja u ke zdrip arabëve, muslimanëve, apo ja u ke zdrip japonezve. Shumë punë, nuk thamë të gjitha, jo më kundër asaj që i thojnë, aty në Evropë, hoxh, ju mungon vetëm një shahadet. Jo bre një shahadet. Sa ato me kazina, me vetvrasje, me alkohol, me ja çka janë të bën, shajni çka janë të bën vetë, çka janë të thonë, çka ka brenda nëse dim, ata e dinë se çfarë delaleti dhe çfarë krimi janë të bën njerëzit në këtë kohë, edhe dikush ka guximin të thotë, atine ju mungon vetë shahadeti. Jo vëllai, atine mungon shumë sende. Atine mungon shumë gjëra, por edhe neve na mungon. Atyre ne t'ju mungon se ato s'kan Kur'an. Po pse neve të na mungojnë të e pas Kur'anin? Subhanallah. Një herë një francez i ka thonë një saudiani, bisede sipër, ka thonë që une Mekën e bëj Paris. Ai muslimani ka thonë, me qenë une Parisin e bëj Mekë. Ka thonë, jo more Parisin, po ka thonë, me qenë une Parisin e bëj Mekë. E ndali alkoholin, e ndali prostitucionin, e ndali kazinët, e ndali këto e këto, e kështu është Mekja, pa kazino, pa prostitucion, pa rishfet, ka thonë, një me valla, po mirë që e në ka betë bohet edhe Parisi Mekë. E pse thotaj ta bëj Mekë në Paris, sa i nuk e din, para mendote, një vend ku është qabja, çfarë bereqeti ka dhonë Allahu dhul xhelal. Andaj, të mos largojmë o vëllezër të dashur, duhet thonë pandërpre elhamdulillah o Zot që na ka udhëzuar në këtë din, dhe elhamdulillah që na ke mundësuar ta arrijmë këtë muaj të bekuar, madhështor, që Allahu dhul xhelal e ka beku, dhe neve këtë islam që na ka dhuru, edhe muajin e Ramazanit na e ka dhuru, dhuratër. Muaj Ramazanit është dhuratë, adhurohet Zotit, kënaqur, jetohe këtë muaj që e ka arrit si mjet, se në mot nuk dihet. Në mot mund thonë rahmeti pas shpirti, kur ishte vjetë në Ramazan, kur hajshim si firë. Po, andaj shfrytëzohe atë që ke shfrytëzohe, pra dhuntia, begatia e këtij muajit është, nuk mbarojnë fjalët rreth këtij muaj, kusha mund të shpjegoj se çka është muaji Ramazanit. Allahu dhul xhelal thot, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është ai në të cilin ka zbrit Kur'ani, edhe ndalu tashti kujtoj, mendoj, studioj dobit, madhështinë e Kur'anit, të gjitha pra i dedikohen këtij ummeti, li yukhrija an-nase min adh-dhulumati ila an-nur, për me nxjerr këtë ummet nga errësira në dritë. Këto fjalë që i tham nga shpirti dhe nga zemra, jo nga dituria e madhe, po flasim me shpirt dhe me zemër, dhe ata që e duam për vete, ja duam edhe muslimanëve, sidomos xhamatit të gjithëve, dhasht Allahu dhul xhelal që të kemi shëndet gjatë këtij muaji, e të jemi rahat në familje, e ta shijojmë kënaqësinë e këtij muaji, se ka njerëz që nuk e shijojnë për arsye të ndryshme. T'ja bëjmë hizmetin, ta adhurojmë Allahun dhul xhelal me kënaqësi, me harmoni, me lumturi, duke pas shpresë dhe bindje te Allahu dhul xhelal se shpërblimi i agjerimit, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka tjetër shpërblim përveç se xheneti. Andaj Allahu na mundsoft të agjerojmë, namaz të falim sa më shumë,
të lexojmë Kur'an, kush din, kush nuk din, le të bëj dhikr, le të këndoj salavat, kështu me radhë, që dalim nga ky muaj me një bagazh të ibadeteve dhe të adhurimeve, dhe Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë neve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.